Nga ana estetike? Ftyra ju del gjithmonë bukur se kamerat e rregullojnë pak, nga afër s'kom pas rast asnjëherë me e taku. Po mendoj që është, përveç ndoshta bust pak, mendoj që është natyrale, nëse bazona në qëtë foton që tua, nëse është ma ndej. Kanë shumë ndërhyrje këngëtarët tona, figurat publike, a i vrem? Po. Une në fakt me butoksa filena nuk mirëna, po kanë. Çka nuk të pëlqen, për shembull, të këngëtarët tona, diçka të cilën ti do t'i thoje stop, ka kalu moda ose është e egzageruar? Këto bust, besoj që jenë botë tepërta, mollzat që po i bojnë kogjësi shumë, nuk po e mendojnë që shka po munden me i bo vijat më sandej. Këto po më nduken pak si janë tepër, unë i kisha thonë që ato para të hollara që i fusin në për filera ose me frymzu ftyrën, kisha thonë që ma mirë t'i quajnë të trajtimet që ta marrë shembull ty që qenë keni yll i bukur, që të përdojnë më pak me kap, të përdojnë më pak se likura trajtume, është likure trajtume. Unë po të flasë personalisht që ta shkon në shop pa likur trajtume, më do këtë cukur me pas një tish gjëllë të veshë dhe kaq. Po flasë për ato që si kanë mundësit, se ta shka të lifar njerës që nuk i kanë mundësi, veç për ato që i kanë mundësit, për mendimin tem nuk më hinë mund punë me pa një femën me... Mandi, ato janë edhe gjendje hormonale, nuk mund të themi... Se është pak ma shqetësuese dhe besoj që dikur që kalon në periodat të tilla. Në që është, nuk është mirë me gjyku në bas lëkurës, se ka probleme që janë... Sepse dikush ka probleme hormonale të cilat edhe trajtohen, e mundohen, është diçka e brendshme dhe ndoshta nuk do doja të jetë një mesazh edhe jo aq i mirë për ata të cilët po kalojnë në një periudhë të vështirë, se ndonjëherë në periudha të tilla se njas vetëm, por shumë faleminderit që e cike këto për periudhën e vështirë, nuk pyetja ke për këto vipat. Unë po të flasë edhe tash vetë personalisht jem në atë kohën e mini pauzës edhe e di unë çka jam tuj hek për me trajtu likurën që mes me elon me duntu likurën time. Nuk po flasë për ato që kanë probleme, që s'ka mundësi ndoshta trajtimi. O dhe VIP kanë probleme për shak make-upi që përdoren në përditshmëri, që shkon i lynë për shambull në loj make-up artist, edhe normal që mund është në pas infekcione. A dhe votojnë tjetër e që janë ndërko? Po du një mendim nga Dione. Unë jem të koncentru dhëm të mjau po, po nas një foto s'pjau shë. Qenë cilës për qiem dhëmë. Shumë pak. Po du me po që shumë punu më mirë, po unë muj me folë nështë të diçka për anën e ndërhyrjeve kirurgjike estetike që i bojnë, për pjesën e lëkurës nuk jam